Të jesh student i mjekësisë nuk është thjesht një rrugëtim studimi, është një sfidë e përditshme që kërkon durim, përkushtim edhe shumë sakrifica. Kështu është edhe historia e Halit Rakanaku. Njëri që u përball me mungesën e pranisë të prindërve pasi zgjodhën emigrimin në Itali. Ai vendosi të qëndrojë me gjyshërit e tij dhe të përballet me sfidat e shumta. Si e kalon? Mirë. Ka nisur zyrtarisht viti i ri akademik, ti je viti i dytë këtë vit apo jo? Po. Si ka shkuar? Po, jam viti i dytë në mjekësi të përgjithshme. Viti akademik ka nisur mirë, ka qenë pak i vrutshëm, jemi në një periudhë përshtantimesh me pedagogët, me lëndët e reja, duke qenë që programi këtë vit ndryshon disi nga i vitit të parë. Të jesh student në Shqipëri ose kryesisht në kryeqytet, është e vështirë? Fillimisht për mua ka qenë pakës e vështirë, duke qenë që nuk kam jetuar më parë në kryeqytet, vi nga një zonë tjetër e Shqipërisë. E vështirësia ka qëndruar në faktin e ambientimit me kryeqytetin, por që pas vitit të parë, gjërat kanë ardhur drejt normalizimit, jemi normalizuar me jetesën në kryeqytet, me volumin akademik që na servir mjekësia. Ti jeton me qira, edhe si përballon kostot? Po, në Tiranë jetoj me qira. Qiran e ndaj bashkë me një student tjetër të mjekësisë që e kam në klasë. Faktikisht jetesa në Tiranë është pakës e shtrenjtë për vetë faktin që kryeqytet, por është e përballueshme. Nga ana financiare të ndihmojnë të afërmit apo ti je munduar të gjesh një punë të themi apo për të përballuar koston e jetesës këtu? Për pjesën e financimit, sigurisht nga prindrit e mi, por edhe vetë jam përpjekur disi të gjej ndonjë punë të vogël gjatë sezoneve të pushimit, sidomos në verë, por që përgjithsisht prindrit janë ata që më financojnë. Edhe pse je viti i dytë në mjekësinë e përgjithshme, besoj e keni firmosur kontratën apo jo që ju detyron edhe ju të qëndroni 3 vite të punoni në Shqipëri? Po, lajmërimi për kontratën për të punuar në Shqipëri na ka ardhur qysh në vitin e parë të mjekësisë të përgjithshme, kur u hosi projekt ligj, këtë vit ajo fut në fuqi. Dhe përpara se të filloni vitin e ri akademik, neve kemi firmosur një deklarat ku jemi të vetëdijshëm për pjesën e kontratës. Kontratën akoma nuk e kemi firmosur. Ligji mua më kap që të punoj 2 vjet në Shqipëri. A je dakord ti me këtë? Atëherë, unë e kam firmosur deklaratën paraprake në lidhje me kontratën. Jam dakord, përderisa kam vazhduar të ndjek studimet e mia në Shqipëri, duhet ta jap edhe kontributin tim në Shqipëri. Pastaj është një çështje që ha dhe diskutim për pjesën e të drejtës së lirë dhe të drejtës së zgjedhjes, por fakti që është me detyrim, thua ti. Po, fakti që është me detyrim, ha pak diskutim si gjë. Pra ta nisim pak më gjerë, se kush është Haliti? Nga ku vjen ti? Ti the që vjen nga rrethinat e Po. Tiranës, nga ku? Unë vi nga qyteti i bukur i Belshit. Një qytet që ndodhet në mesin e Shqipërisë, është kohët e fundit ai është bërë edhe i dëgjuar për shkak të zhvillimit infrastrukturor që ka marrë. Dhe jam krenar që jam rritur një qytet si Belshi me njerëz të kulturuar, bujar, mikpritës dhe që mishërojnë vlera nga më të lartat humane. A jeni familje madhe? Familja ime është relativisht e vogël, unë jetoj me prindrit e mi dhe gjithashtu me gjyshrit nga ana e babait.
Në një moshë mos gabohem shumë të vogël, prindrit e tu vendosin të migrojnë në Itali. Si e përballove ti dhe çfarë zgjodhe ti në ato momente? Prindrit e mi janë larguar kur unë isha akoma në 9 vjeçare, përkatësisht në klasën e 8. Sigurisht që nuk ka qenë një situatë shumë e favorshme për mua, duke pasur parasysh edhe moshën në të cilën isha, por që mbështetja e gjyshërve më ka lehtësuar disi mungesën e tyre në momentin që ata ishin larg Shqipërisë. Ishte zgjedhja jote fillimisht të qëndroje me gjyshërve apo ishin kushtet e tilla? Ka qenë zgjedhja ime personale që unë të vazhdoja në Shqipëri. Fillimisht kam konkuruar në Itali për të vazhduar si arsimin e mesëm të lartë, gjimnazin, por edhe universitetin, por që isha i vendosur që rrugtimin tim akademik ta zhvilloja në Shqipëri dhe kontributin tim ta jepja pikërisht këtu. Nuk ishte e lehtë sigurisht, sepse të jetosh larg prindërve dhe pikërisht në një moshë delikate siç është adoleshenca, por që gjyshit i kam pasur mbështetje për ta kaluar disi atë mungesën e prindërve dhe vendosmëria ime më solli këtu ku jam tani. Si e pritën prindrit e tu në fakt që më mërmelje besoj të donin pranë tyre? Prindrit e mi nuk e pritën mirë, të jem i sinqert. Ata sigurisht si çdo prind tjetër më donin atje afër vetës në Itali, por unë kur erdha në Shqipëri, erdha me një synim dhe një qëllim të vendosur më parë në kokën time dhe i qëndrova besnik këtij qëllimi deri në fund. Tani të flasim pak për marrëdhënien me gjyshërit. Si kanë qenë? A kanë qenë mbështetës ata ndaj rrugtimit të studimeve, qoftë edhe gjimnazit, por edhe fakultetin mjekësisë? Po. Gjyshët e mi kanë qenë udhërrëfyesit e mi gjatë këtij rrugtimi, që fillon nga 9 vjeçaria dhe nuk ka përfunduar akoma, se sapo po vazhdojmë rrugtimin në fakultet. Unë jetoja me gjyshen nga ana e babit, ku fillimisht kemi jetuar gjatë periudhës së gjimnazit, më pas ajo u shkëput për të shkuar edhe ajo në Itali, sepse duke qenë që ajo ishte në Belësh dhe unë isha në Tiranë, plus edhe mosha e thyrë, nuk mund të rrinte dot vetëm. Por sigurisht që ata kanë qenë një mbështetje shumë e madhe imja, por përveç se mbështetës nga pikpamja emocionale dhe një këshillues shumë i mirë gjatë këtij rrugtimi. Gjej rastin që të ndaj me ju edhe një moment tepër intim dhe emocional për mua, siç është ai i gjyshes nga ana e mamit, që për fatin e keq ajo ndroi jetë një muaj përpara se të shpalleshin rezultatet në fakultetin e mjekësisë, e dëshironte shumë që unë të vazhdoja për mjekësi, por tani mendoj që ishte pikërisht ajo, një mbështetje jo fizike, por hynore që mua më solli në fakultetin e mjekësisë dhe shpresoj ta kem bërë sado pak krenar. A ka qenë ajo shtyse të themi që ti ta zgjedhësh, pse zgjedhe mjekësinë? Faktikisht jetesa me gjyshit ka qenë për mua një shtysë për të zgjedhur mjekësinë, sepse duke jetuar vazhdimisht me njerëz të moshës së tretë, duke parë problematikat shëndetësore që ata kishin, mua më ka rënë rasti që të shkoj ose të endem ndonjëherë nëpër spitale për të zgjidhur ndoshta problemin që ata kishin. Dhe kjo ndoshta, por ka qenë edhe pëlqimi im sigurisht, ka qenë edhe një indicie që unë vazhdoj rrugën drejt mjekësisë. Nëse do kisha mundësinë tani të zgjidhje diçka tjetër, do i kishe bërë? Absolutisht jo. Mjekësia për mua ka qenë ëndër që në fillim.
Kthehemi edhe një herë te mundësia jote që këtë ëndër ta realizoje edhe jashtë shtetit, duke parë që te i kishe plotësisht mundësi, duke qenë se edhe prindrit e tu jetojnë në Itali. Pse këtu? Po, unë mundësit i kam pasur për të vazhduar jashtë shkollimin, përkatësisht fakultetin, por qysh në krye të herës unë e vendosa që të rrugtimin tim akademik do ta zhvilloja në Shqipëri. Kam konkuruar fillimisht në Universitetin e Firences për degën mjekësi të përgjithshme, konkurova dhe në Shqipëri, domethënë në fillime luajta me 2 porta, si më thënë, por në momentin që unë fitova Fakultetin e Mjekësisë në Shqipëri, pa hezitim vendosa që ta jap kontributin tim përsëri këtu. Për pjesën e vazhdimit të mëtejshëm post akademik, pra post fakultetit, mundet të jetë një opsion që të vazhdoj diku në vendet europiane apo dhe jo europiane, që të përfitoj sadopak eksperiencat e huaja, por sigurisht i qëndroj prapë mendimit tim që këto eksperiencat do t'i zbatoj këtu në vendin tim. Cilat e themi ka qenë sfida jote më e madhe, qoftë edhe këtu të Universiteti i Mjekësisë, por edhe në përgjithësi gjatë rrugtimit tënd të studimeve dhe jo vetëm? Sfida ime më e madhe sigurisht ka qenë mungesa e prindërve, fizikisht të paktën, sepse sot rrjetet sociale kanë bërë shumë herë më të mundur komunikimin më në shpejtësi dhe sigurisht rrugët e transportit janë më të lehta, por mungesa fizike e tyre sillte sadopak një boshllëk tek mua nga mos prezenca e tyre. Përveç kësaj, në Tiranë një ndër vështirësitë më të mëdha që unë kam pasur ka qenë vitin e parë me ambientimin me kryeqytetin, me jetesën e shpejtë që është këtu dhe sigurisht edhe diferenca e madhe e mësimeve dhe leksioneve nga fakulteti në gjimnaz është diçka që duhet përballuar në fillesa sepse është komplet e ndryshme. Tani prindrit e tu kanë ndryshuar qëndrim në lidhje me pretendimit apo kërkesën e tyre që ti tu bashkohesh në Itali? Po, sigurisht që ka ndryshuar mendim, duke qenë që unë kam disa vite që jetoj larg tyre dhe gjatë këtyre viteve, si me thënë, kam realizuar atë që kam vendosur qysh në fillim. Por, sigurisht, dëshira e tyre qëndron që unë të shkoj dhe të punoj ose të vazhdoj fakultetin ose pjesën tjetër pas fakultetit në Itali atje ku ata ndodhen. Tani besoj pas një ditë shumë të vrullshme dhe me shumë leksione dhe seminare, çfarë bën ti në kohën e lirë? Çfarë hobbish ke? Në kohën time të lirë, unë shkruaj shpesh, sepse letërsinë unë e kam pasion. E kam pasur pasion para se të filloj fakultetin, në gjimnaz, në nënvjeçare, ka qenë pasioni im që më ka shoqëruar gjithmonë. Dhe një teori e imja që unë e besoj faktikisht është që njeriu lind me disa tipare ose lind me disa pasione që e shoqërojnë atë vazhdimisht, sepse pavarësisht angazhimeve të shumta dhe agjendës së ngjeshur që unë kam edhe në fakultet, nuk kam hequr kurrë dorë nga letërsia, sepse është letërsia, është arti të shkruarit, poezia, romani, gjitha këto që mua më bëjnë sadopak të tërhequr nga ky realiteti. Jo për ta zbukuruar realitetin, por për ta nxjerrur zbuluar ashtu sikur sa ai është, por të paraqitur në mënyrë estetike dhe bukur tek lexuesi. Unë një ndër shkrimet dhe një ndër format e të shkruarit që preferoj më së shumti është poezia, sepse poezia në vetvete është aq sa sintetike, por është edhe aq e fuqishme në të shprehur, pra mund të shpreh mesazhe që nuk mund të shprehin 1000 romane dhe mund të shprehin vetëm 2 vargje të poezisë. Dhe pikërisht në këtë kufizim që më jep poezia, unë gjej botën time të pakufishme. Pra është një kontradikt dhe kontrast shumë i fuqishëm mes të kufishmes dhe të pakufishmes. Dhe siç luftojnë këto dy të kundërta, filozofia na thotë që është ndërtuar dhe jeta mes të përplasjeve midis të kundërtave. Poezitë më të shpeshta që shkruaj janë romantike, pra përfshin tema të romancës, dhe një poezi që unë do të lexoj tani është edhe poezia e fundit që unë kam bërë dhe e kam publikuar në rrjetet e mia sociale dhe titullohet E kujton do hera të shi. E kujton do hera të shi që binte pa pushim atë ditë, si kjo e marrë çuditshëm tani, e mbytur e ngrysur pa dritë. Po kështu humbur si atëherë, të ndjej përsëri me përmallim,
a më kujton për dreq ndoherë, kur shiu bie kaq bukur gabim. Gabim që ky i pashpjegueshëm, siç gabim që edhe ajo vjesht, kur me shiun të dyqeshëm dhe kujtohemi tash sa vjet. Shumë bukur, je dedikon dikujt këtë? Jo, muza ime poetike faktikisht nuk është për një person real, por unë dashurohem, le të themi, me çfarëdo lloj gjëje. Dhe këtë ja dedikoj një dashurie platonike për çdo gjë që më rrethon dhe më bën të lumtur. Dhe mendoje si profesion të dytë botimin të themi? Po, padyshim letërsinë madje më herët e kam menduar si profesion të parë, por që edhe tani akoma vazhdoj me këtë mendim që në jetë të ardhme, me shpresë të Zotit, jemi dhe botues të librave me poezi apo romane. Shkrimtari jot i preferuar që edhe të ka frymëzuar të themi të shkruash? Po, kam disa shkrimtarë të preferuar, që një pjesë janë shkrimtarë shqiptarë, një pjesë tjetër janë të huaj, por dy veçoj mbi të gjithë, si shkrimtar shqiptar adhuroj Migjenin, që je një goditës shumë i fortë i mentalitetit të kohës dhe që vjen aktual dhe në ditët e sotme. Padyshim kam edhe shumë shkrimtarë të tjerë shqiptarë, përfshirë këtu shkrimtarë të rinj që nuk i është dhënë zëri i duhur, por edhe shkrimtarë që mbahen si kolosë e letërsisë shqiptare. Ndërsa si shkrimtarë të huaj, padyshim preferoj dhe adhuroj gjithashtu Dostojevskin, pra sepse letërsia ruse për mua është ajka e letërsisë botërore. Nga këta shkrimtarët shqiptarë të themi apo artistë, ke takuar ndonjërin, ke treguar punët e tua? Ja kam treguar kritikëve letrar, një kritiku nga zona ime, e cila i lexon vazhdimisht poezitë dhe shkrimet që unë bëj dhe më jep ato këshillën e duhur letrare. Si do e përshkruaje ti vetën tënde në dy fazat e ndryshme, halitin në 9 vjeçare dhe haliti tashmë në universitet? Në këto dy fazat të ndryshme, sigurisht që kam qenë një njeri i ndryshëm, por në thelb mbetëm i njëjtë. Sepse gjatë periudhës së fëmijërisë sime, unë kam mishëruar, le të themi, ato vlera që ndoshta në nënvetdijen time unë sot i shfaq. Sepse, siç thoshte edhe Freudi, njeriu është produkt i përvojave të fëmijërisë. Por sigurisht me pjekurinë që vjen më tutje, është një formësim më i mirë i karakterit dhe personalitetit të njeriut. Ke një mesazh për të gjithë të rinjtë të cilët në fakt jo pak herë shprehin dëshirën e tyre për të studiuar jashtë? Ke ndonjë mesazh të veçantë në lidhje me ata? Po, kam një mesazh për rinin shqiptare, duke qenë që unë jam pjesë e rinisë dhe e di më së miri problematikat që ajo haset në përditshmërinë e saj, por sot gjej hapësirën për të thënë një mesazh shumë fuqishëm që të mos tërhiqen nga pengesat që ata do të hasin në rrugtimin e tyre, t'i bëjnë ballë vështirësive dhe gjithmonë të guxojnë. Të guxojnë, të vendosur, sepse me padyshim suksesi do të jetë në anën e tyre. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ishte një kënaqësi shumë e veçantë. Gjithashtu dhe për mua.